Më lejoni që të falenderoj Edin, jo se jetojnë në protektorat, por për mikpritjen e bukur që na kanë bërë të summitit, por edhe për faktin që më ka bërë të ndjehem shumë të re sërish me atë video që u shfaq tek momenti i parë. Dëshiroj gjithashtu të uroj Edin edhe për rizgjedhjen e tij tërësisht të papritur si udhëheqës këtu pra i qeverisë së Shqipërisë. Jam e kënaqur që Europa do të mund të mbështetet pikërisht tek këmbgulja dhe vendosmëria e tij. Pra, Shqipëria organizon komunitetin politik evropian për herë të parë dhe ky është një moment vërtet shumë i rëndësishëm, jo vetëm për kombin shqiptar, por edhe për të gjithë ne. Unë gjithmonë e kam menduar që identiteti evropian i Shqipërisë është fakt nga historia edhe përpara gjeografisë. Koncepti pra përkufizimi që ne mund të kuptojmë pikërisht nga ajo që ka ndodhur. Shqipëria është sigurisht Europë, ashtu si Italia, apo Serbia, apo Norvegjia, pavarësisht faktit nëse je pjesë e një organizate të caktuar apo jo, dhe për këtë arsye gjithmonë buzëqesh kur dikush përpiqet që të pretendojë që të vendosë kush është europian e kush nuk është. Pra të gjitha ato vende, shtete që janë rreth kësaj tryeze sot, disa prej tyre kanë vendosur të mos bëhen shtete anëtare të BE-s, disa të tjera aspirojnë të bëhen pjesë e BE-s dhe të gjitha janë po aq europiane sa të 27 shtetet anëtare të BE-s. E megjithatë, Bashkimi Evropian është sot pikërisht ajo që unë do dëshiroja ta quaja dëshira e ribashkimit të familjes së ribashkuar evropiane, ku të gjithë janë pjesë e një të vetmeje, ashtu si dhe gishtat e një dore. Pra popull që kanë luftuar njëri tjetrin për shekuj, sot në realitet janë një popull i vetëm. Dhe për këtë arsye, fakti që ne jemi këtu sot do të thotë që ne po ndërmarrim një hap përpara në këtë proces të rëndësishëm dhe historik të ribashkimit të Europës, sepse në rast se dëshirojmë të ndërtojmë Europën e re në një botë të re, nuk mund ta bëjmë atë pa Ballkanin Perëndimor, pa këta popull, pa këta shtete, pa këto vende. Pra, sepse janë pikërisht këto popull që janë pjesë pra e gishtave të kësaj dore, sepse janë pikërisht pjesë e saj, janë zemra e saj, janë ura ndërmjet lindjes Perëndimit, ajo që Papa Gjon Pali II ka thënë pikërisht që janë pra zemra e Europës. Dhe për këtë arsye, Italia është angazhuar në Bruksel për qasjen strategjike të Brukselit për Ballkanin Perëndimor, pavarësisht sfidave që me cilat përballet rajoni, por që gjithsesi këto vende duhet të kenë një perspektivë të qartë për antarësimin në BE. Sigurisht, zgjerimi do të thotë edhe sfida të reja, por unë jam e bindur që integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe integrimi i vendeve të tjera në lindje është vetëm për të mirën e sigurisë e Europës, për më tepër duke patur parasysh se çfarë po ndodh në kufijt tanë. Ne jetojmë në një botë teje të ndërlidhur. Fatet tona ndërvaren nga fatet pra të popujve të tjerë. Ajo që ndodh në kufijt lindor të Europës është e lidhur me çka ndodh në kufirin e Mesdheut, si dhe kundërta. Plaga që ka sjell lufta e agresionit rus në Ukrainë dhe plaga që i ka shkaktuar rendit botëror vazhdon që të sjellë efekte destabilizuese përtej kufive të caktuar. Dhe janë edhe sjell dhe efektin domino, që sjell pra edhe që mund të sjell dhe çarje të tjera apo kriza të tjera. Ne kemi qenë dëshmitar të kësaj në lindjen e mesme, por jo vetëm. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë krah Ukrainës dhe që do të bëjmë të pamundurën që kjo luftë të marrë fund menjëherë, sepse siguria dhe liria jon varen pikërisht nga restaurimi i forcës së ligjit dhe jo nga ai që mendon që është më i fortë. Dhe mendoj që liria e Europës dhe nuk ka gjë më europiane se sa një popull dhe njerëz që dëshirojnë të vënë gjithçka në rrezik për lirinë e tyre, sepse çdo ditë heroizmi dhe qëndresa e ukrainasve na kujton
se çfarë është vetë Europa dhe se çfarë është identiteti ynë, themeli i identitetit tonë përbashkët, që është liria. Pra ne duam lirinë, Volodimir, ne duam lirinë tuaj siç e do populli juaj Ukrainës dhe ne e pam këtë edhe dje. Sepse pam që ju ishit të gatshëm të uleshit në tryezën e negociatave. Dhe kjo tregoi se who looks for peace. Dhe ai nuk ishte. Dhe kjo tregon se kush bën propagandë për paqe dhe kush është i vërtet. Por ajo që ndodhi dje mund të jetë një hapas, por ne duhet kemi vendosmërinë për të arritur më në fund një armpushim të pakushtëzuar, pra pa kushte, me garanci serioze për sigurinë e Ukrainës dhe ne jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka për të arritur këtë objektiv. Megjithatë, të dashur kolegë, jam shumë dakord me shumë nga gjërat që tha Edi në fjalimin e tij, por të ndërtosh një Europë të re në një botë të re, ashtu siç avokohet nga kjo seancë plenare, për mendimin tim, do të thotë që përpara se të flasim për ato që duhet të bëjmë, duhet të mendojmë se edhe një herë se cilat janë themelet tona dhe të reflektojmë për atë se kush jemi. Askush prej ne nuk ka interes për të fuqizuar në një formë të bashkimit brenda shteteve të BE-s dhe ne e dim se çfarë duam të jemi dhe se çfarë duam të bëjmë në të ardhmen. Në këtë botë që po ndryshon kaq shpejt, sepse ndonjëherë në rast se Europa tregon që nuk ka mundësi që të përballet me sfidat e reja, atëherë nuk është faji askujt, por është në fakt është faji dhe përgjegjësia jonë. Pra ne kemi në dorë për të vendosur nëse do të shikojmë rënien apo do të luftojmë për më të mirën e saj. Dhe në rast se do të luftojmë, duhet të jemi të ndërgjegjshëm për atë që jemi, se çfarë është qytetërimi europian, se cilat janë arritjet e këtij qytetërimi europian dhe çfarë ka sjellë njerëzimit, pra përmbledhja pikërisht e filozofisë greke, e të drejtës romake, e humanizmit, e iluminizmit, pra që e ka lejuar qytetrimin europian që të krijojë një botë ku qytetari është në qendër të saj dhe qeniet njerëzore janë të lira dhe të barabarta. Një qytetrim që respekton identitetin e të tjerëve pa mohuar të veten dhe që ndërton paqe aty ku të tjerët mund të duan shkatrim. Pra ne jemi paqe. Ne mbi gjithçka tjetër jemi pikërisht kjo gjë. Dhe unë mendoj që së pari nuk duhet të harrojmë këtë çdo ditë për atë Europë që ne duam të ndërtojmë, pra për atë Europë që na ka lënë historia. Faleminderit.